Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm dhe mëshirplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në ajetin 152 të surës An'am, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa bi ahdillahi ufu, dhalikum wassakum bih, la'allakum tadhakkarun. Plotësojeni besën e dhënë Allahut. Këtë ju porosit ai që të mos harroni. Për sot do të flasim për një nga virtytet e larta, që është besnikëria, dhe për pozitën e saj në fenë e pastër islame. Besnikëria, al-wafa, është një nga virtytet më të theksuara në mësimet islame. Islami e konsideron besnikërinë si shtyllë të moralit dhe të karakterit të një besimtari. Po çfarë kuptimi ka fjala besnikëri, wafa, në gjuhë dhe në terminologji? Kuptimi i fjalës al-wafa është e kundërta e fjalës al-ghadar, që do thot tradhti. Thuhet awfa bi ahdihi, do thot e përmbushi dhe nuk e shkeli premtimin, nuk e tradhtoi për premtimin e tij. Ndërsa në terminologjinë islame, fjala besnikëri, al-wafa, do thot ruajtje e besës dhe premtimeve, kryerja e amaneteve, njohje e mirësive të tjerëve, ruajtje e miqësisë dhe dashurisë dhe përkushtim ndaj përgjegjësive. Pra këtë kuptim ka në terminologjinë islame fjala besnikëri, pra. Ai që është besnik, ai e ruan besën, e ruan premtimin, e kryen amanetin, është mirënjohës ndaj mirësive të tjerëve, e ruan miqësinë dhe dashurinë dhe është i përkushtuar ndaj përgjegjësive individuale, familjare dhe sociale. Besnikëria, al-wafa, është prej cilësive të Allahut fuqiplot. Dhe këtë na e thot ajeti 111 i surës Taube: Wa man awfa bi ahdihi min Allah, e kush është më besnik në përmbushjen e premtimit së Allahut. Pra, besnikëria pra është një cilësi prej cilësive të Allahut fuqiplot. Ndërsa në ajetin 58 të surës Nisa, Allahu i lartësuar thot: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron të jepni amanetet tek ata që u përkasin. Pra jini besnik ndaj amaneteve dhe mos i tradhtoni. Besnikëria është prej virtyteve të profetëve dhe të dërguarve të Allahut, paqja qoftë mbi ta. Në ajetet 54, 55 të surës Maryam, Allahu i madhruar thot: Wadhkur fil kitabi Ismail
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Trego në libër për Ismailin, vërtet ai ishte i sinqert, besnik në premtimet e veta, ishte i dërguar dhe profet. Ai e urdhëronte popullin e vet, familjen e tij, që të falte namaz e të jepte zekat dhe ishte i pëlqyer te Zoti i tij. Pra ishte besnikëria është pra prej cilësive të profetëve, paqja qoftë mbi ta. I tillë ishte i dashur i zemrave tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, para se të shpallje. Të gjithë e njihnin, Sadiqul Amin. Ai ishte i vërtet i sinqert dhe besnik, nuk e tradhtonte amanetin. Besnikëria, të dashur vëllezër dhe motra, është prej shenjave të besimtarëve të devotshëm. Në ajetin 177 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot: "Wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba'si ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Ata që i plotësojnë premtimet kur marrin përsipër diçka, e atyre që durojnë në kohë skamje, jo vështirësi, sëmundje dhe lufte, këta janë besimtarët e vërtet dhe këta janë ata që e kanë frikë Allahun, janë të devotshmit. Është shenjë besimtarëve të devotshëm. Ndërsa në ajetin 8 të surës Mu'minun, Allahu i madhruar thot për besimtarët e devotshëm: "Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dhe ata që i përmbahen amanetit të tyre dhe beslidhjet të tyre. Pra këta janë besnik. Këto ajete tregojnë se mbajtja e amanetit është pjesë e karakterit të besimtarëve që janë të shpëtuar nga zjarri i xhehenemit në jetën tjetër. Inshallah qofshin të gjithë të shpëtuar nga zjarri i xhehenemit. Edhe hadithet e ardhura nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe familja e tij e pastër flasin për besnikërinë dhe për pozitën e saj. Ato hadithe janë të shumta. Ndërto përmendim profeti Muhammed, i dashur i zemrave tona, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Më afër meje prej jush nesër në ditën e gjykimit do të jetë ai që është më i sinqert në fjalë, më besnik në kryerjen e amanetit, më i përmbushuri në marrëveshje, me sjelljen më të mirë dhe më i dashuri ndër njerëzit." Pra këto do të jenë më të afërm me të dërguarin e Allahut nesër. Nuk mjafton vetëm të themi e dua profetin me zemër. Nuk mjafton të themi vetëm se jemi prej ndjekësve të sunetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Duhet të jemi prej zbatuesve të sinqert të sunetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Të zbatojmë fjalët e tij, të zbatojmë veprat e tij, të zbatojmë edhe miratimet e tij. Dhe jo thjesht të deklarojmë deklarata që jemi e duam profetin Muhammed sallallahu alaihi. Dashuria jon për profetin e dashur, profetin Muhammed, duhet të përkthehet në veprim në çdo ditë dhe në çdo fushë të jetës tonë. Sepse ai erdhi shpëtimtar për mbar njerëzimin, ai erdhi dritë, ai erdhi shpëtim.
Ai erdhi pra udhëzues për mbar njerëzimin dhe jo vetëm për muslimanët. Në një thënie tjetër, në një hadith tjetër, pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë për besnikrin: kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le ta përmbush premtimin kur premton. Pra le të jetë besnik ndaj premtimeve. A jemi të tillë ne? Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: besnikria është binjake e sinqeritetit dhe nuk njoh mburoj më të fortë se ajo pra se besnikria. Pra mburoj nga zjarri i xhehenemit. Në një hadith tjetër, Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: besnikria është shenjë e të ndershmëve, kurse tradhtia është dëmk e të poshtërve. Sa nevojë kemi për këto thënie të njerëzve të mëdhenj të Islamit, që janë shembull për ne në jetën tonë. Por fatkeqësisht ne sot marrim shembull njerëz të tjerë dhe i kemi lënë pas dore personalitetet e larta Islamit. Imam Hasani, nipi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ka thënë: mbajtja e besës është nga sjelljet e të ndershmëve dhe nga veprat e të drejtëve. Pra të mbash besën, do të thotë jesh besnik. Dhe kjo është një vepër e të ndershmëve dhe e të drejtëve, thot Imam Hasani paqja qoftë mbi të. Imam Jafar Sadiq paqja qoftë mbi të ka thënë: mos shikoni në gjatësinë e qëndrimit në ruku dhe në sejdë të dikujt, sepse ai mund të jetë mësuar me këtë, jo është bërë zakon. Por shikoni në sinqeritetin e fjalës dhe në kryerjen e amanetit të tij. Në këto thënie të begata të profetit të Ehli Bejtit paqja qoftë mbi ta, kuptojmë se një besimtar që nuk është besnik nuk mund të jetë pra i plot në fenë e tij. Gjithashtu, thëniet e profetit e të Ehli Bejtit paqja qoftë mbi ta tregojnë se besnikria nuk është vetëm një sjellje morale, por është tregues i besimit të pastër, të sinqertë të njeriu. Edhe dietarët e mëdhenj musliman kanë thënë fjalën e tyre për besnikërinë dhe e kanë konsideruar besnikërinë si bazë e moralit individual. Martiri Sejid Muhammed Bakr Sadr, Allahu e mëshiroft, ka thënë: një shoqëri që nuk mund të ndërtojë drejtësi sociale nëse ndër individ mungon pra besnikëria. Pra kur mungon besnikëria, ajo shoqëri nuk mund të ketë pra drejtësi sociale. Pa të, pra pa besnikërinë, as politika, as ekonomia, as feja nuk kanë garanci. Pra, kur nuk gjendet besnikëria pra në mesin e shoqërisë, asgjë nuk ka garanci, thot martiri Muhammed Bakr Sadr. Pra, as politika, as ekonomia, as feja, pra nuk kanë siguri, as garanci. Ndërsa eruditi martiri Murtada Mutahari, Allahu e mëshiroft, ka thënë: besnikëria nuk është vetëm virtyt individual, por ajo është garanci për stabilitetin e gjithë jetës njerëzore. Ai që nuk është besnik, nuk është i lirë, pra është skllav. Ndërsa dietari
Imam Gazaliu thot, amaneti është ndër shtyllat më të forta të moralit. Pa të s'ka drejtësi në marrëdhënie, s'ka siguri në shoqëri dhe as rend në jetën fetare. Pra këto janë edhe thëniet e dietarëve të mëdhenj islam për rreth besnikërisë. Me thëniet e tyre na sqarojnë pra pozitën e lartë që ka besnikëria në fenë e pastër islame dhe rolin e saj të madh në jetën e njerëzve. Llojet e besnikërisë. Besnikëria në islam është në disa lloje. E para, besnikëria ndaj Allahut, në adhurim, në përmbajtje nga të ndaluarat haramet dhe në përkushtim në rrugën e time, në rrugën e Allahut fuqiplot. Besnikëria ndaj profetit Muhammed, ndaj familjes së tij të pastër dhe shokëve të tij të zgjedhur. Besnikëria ndaj njerëzve në marrëdhënie shoqërore, martesore, tregtare e të tjera. Besnikëria ndaj premtimeve, mbajtja e fjalës është pjesë e moralit të një muslimani. Besnikëria në ruajtjen e amanetit, në pasuri, në familje, në informacione konfidenciale apo në pozitave të besuara. Po ashtu ka dhe lloje të tjera, por këto janë ato më themelore, llojet e besnikërisë sipas islamit. Çfarë dobish ka besnikëria? E para, me besnikërinë fitohet besimi te njerëzit dhe kënaqësia e Allahut fuqiplot. Pra njeriu që është besnik është i besueshëm tek njerëzit dhe i kënaqur tek Allahu fuqiplot. Kurse njeriu tradhtar është larg njerëzve dhe larg Allahut fuqiplot. Me besnikërinë e dyta, me besnikërinë forcohen marrëdhëniet shoqërore dhe ndihmohet në ndërtimin e një shoqërie të drejtë, e shoqërie të pastër, bazuar në dashuri, në respekt, në mëshirë, në dëmshuri, në solidaritet e të tjera. Besnikëria, e treta, besnikëria e bën njeriu të ndershëm, të qëndrueshëm dhe të respektuar. Por, mungesa e besnikërisë ka pasoja. Dhe ato pasoja të mungesës së besnikërisë janë humbja e reputacionit dhe e besimit tek të tjerët, nxitja për korrupsion dhe padrejtësi, humbja e vlerave morale në shoqëri dhe përfshirja në mëkate të mëdha. Pra, kur mungon besnikëria, ikën reputacionin. Kur mungon besnikëria, përhapet korrupsioni dhe padrejtësia. Kur mungon besnikëria, largohen vlerat morale në shoqëri dhe njerëzit përfshihen në mëkate të mëdha. Allahu na ruaj. Të dashur vëllezër dhe motra, besnikëria është virtyt themelor në islam. Është emblem e fesë së pastër islame dhe emblem e karakterit të lartë të një besimtari. Islami nxit që çdo musliman të jetë i besueshëm dhe besnik në të gjitha aspektet e jetës së tij dhe me të gjithë njerëzit, me besimtar apo jo besimtar, ashtu siç ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me të gjithë njerëzit, ai ishte besnik. Në një shoqëri ku mbizotron besnikëria, aty mbretëron siguria, paqja dhe drejtësia.
për të cilat kemi nevojë sot në këtë ditë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, besnikëria është shpëtim. Pra, nëse duam të jemi të shpëtuar në këtë jetë dhe në jetën tjetër, le të jemi pra besnik. Të jemi të pajisur me virtytin e besueshmërisë dhe të besnikërisë. Dhe kjo arrihet duke u kapur pas fjalës Allahut, duke ndjekur gjurmët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, të familjes së tij të pastër dhe shokëve të tij të zgjedhur. Qofshim prej atyre që i dëgjojnë thënjet, porositë, këshillat dhe zbatojnë ato që janë më të mira, më të larta. Dhe këshilla më e mirë, këshilla më e lartë është fjala e Allahut, Kurani i shenjtë, suneti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe i familjes së tij të pastër e të ndritur. Allahu ju ruaj, ju familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.